E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi, çifti më i dashur sonte është gati. Selin dhe Gimbo janë gati për ta jetuar dhe për ta shijuar momentin e tyre. Ato janë të veshur që të dy glamur, do me thënë përfundimisht, Selina zjodhi një fustan princeshash, do me thënë ëndra e Selinës është që vërtet ta shijon këtë natë, vërtet ta shijon këtë moment si një princeshë e vërtet. Ajo zgjodhi të jetë tepër glamur, edhe pse në fakt mes vajzave ishin në mëdyshje që të shkojnë me një fustan pak më elegant dhe më klas, por jo, Selina dëshironte që këtë natë të shndrohet vërtet dhe të realizoj vërtet atë ëndrrën që ajo e ka patur si gjithmonë, në fakt që çdo vajzë ka një ëndër që të jetë një princeshë e vërtet, të jetë një princeshë fantastike. Selina përzjodh një fustan të gjerë, një fustan tepër dinjitos, edhe Gimbo ka kostumin super klas, do me thënë ka përzjedhur kostumin superior, që të dy duken shumë të bukur, që të dy janë shumë të emocionuar, do me thënë mezi presin që të prekin altarin dhe të shijojnë këtë dasëm fantastike, të shijojnë këtë moment fantastik, dhe ne në fakt që mezi presin ta shohim, unë uroj me zemër që kjo dasëm të jetë nisma e një rrugë të bukur që ato do të nisin në jetën e tyre. Në fakt Gimbon e shoh të dashuruar, Selinën e shoh të dashuruar, edhe pse banorët nuk e besojnë nga që është një diçka që ndodhen brenda lojës, nga që Selina ka shkathësinë që edhe të jetë një lojtare e fortë, por edhe të jetë një vajzë që dashuron një djalë. Mendoj që Gimbo është me fat për faktin sepse Selina është një vajzë që është e zonja e vetes, do me thënë nuk është se ka bërë një zgjidhje të gabuar, a kanë kimi të dy së bashku, me patjetër që kanë shumë kimi, do me thënë janë që të dy shumë happy, shumë të lumtur, shumë pozitiv, dhe kjo gjë do me thënë i çon drejt një lidhje shumë klas që do ta kenë gjatë gjithë jetës. Unë mendoj që Gimbo e ka gjetur shpirtin e tij binjak, Gimbo e ka kërkuar femrën e Selin, e ka kërkuar natyrën e Selin, mendoj që e ka studiuar që jashtë dhe brenda thjesht e plotësoi atë kupën e bukur të dashurisë. Dhe familjarët janë pro, kështu që le të nisën festa.